Kush ishte në të vërtetë Homeri? Shqiptarët mendojnë se ishte gjyshi Elena Kocaqit nga Pradeshi i Indis. Shfaqja e filmit Odisea nga Christopher Nolan është një nga ngjarjet më të rëndësishme kinematografike të kësaj vere dhe ka rikthyer në qendër të vëmendjes jo vetëm veprën epike, por edhe një nga misteret më të mëdha të letërsisë botërore, kush ishte në të vërtetë Homeri. Në një analizë të publikuar nga The Times, gazeta shqyrton teoritë dhe hipotezat kryesore mbi identitetin e autorit të Iliadës dhe Odises, duke theksuar se, pavarësisht famës së tij, dihet shumë pak për njeriun që konsiderohet themelues i letërsisë perëndimore. A ishte Homeri një person i vetëm? Sipas shumicës së studiuesve, Homeri mund të mos ketë qenë një individ i vetëm, por simboli i një tradite të gjatëgojore. Për shekuj me radhë, tregimet epike janë mësuar përmendësh, janë recituar dhe janë pasuruar nga breza të ndryshëm rapsodësh përpara se të shkruheshin. Studiuesit vlerësojnë se Iliada dhe Odisea u hodhën për herë të parë në shkrim në fund të shekullit 8 ose në fillim të shekullit 7 para Krishtit, kur shkrimi nisi të përhapej në botën greke. Megjithatë, të dy poemat ruajnë elemente shumë më të hershme, që lidhen me traditën gojore. Nëse lufta e Trojës ka pasur një bazë historike, ajo besohet të ketë ndodhur disa shekuj përpara se epet të merrnin formën që njohim sot. Nga ishte Homeri? Në Greqinë e lashtë, disa qytete pretendonin se Homeri ishte biri i tyre. Tradita më e njohur e përshkruan si një rapsod të verbër nga Hiosi, ndërsa versionet të tjera e lidhin me Smirnën ose Kolofonin në Ioni. Sipas The Times, edhe dialekti i përdorur në poemat homerike ka ngjashmëri më të mëdha me të folmet e Ionis sesa me ato të Greqisë kontinentale. Figura e rapsodit të verbër Demodok në Odise është interpretuar nga disa si një referencë autobiografike, ndërsa të tjerë mendojnë se legjenda e verbërisë u krijua më vonë për të shpjeguar traditën gojore të epikës. A kishin Iliada dhe Odisea autor të ndryshëm? Një pjesë e filologëve besojnë se dy poemat nuk janë shkruar nga i njëjti autor. Sipas tyre, Iliada ka një karakter më luftarak dhe tragjik, ndërsa Odisea zhvillon një rrëfim më njerëzor, më intim dhe më aventuresk. Ndryshimet në stil, fjalor dhe strukturë gjuhësore kanë ushqyer prej kohësh këtë debat. Teoria se Homeri ishte grua. Një nga teoritë më të diskutuara u propozua në vitin 1896 nga shkrimtari britanik Samuel Butler, i cili argumentoi se Odisea mund të ishte shkruar nga një grua. Në librin e tij The Authoress of the Odyssey, Butler pretendonte se personazhet femërore, si Penelopa, Athena dhe Kirke, janë ndërtuar me një thellësi të pazakontë dhe luajnë rol vendimtar në zhvillimin e ngjarjeve. Ai shkonte edhe më tej, duke sugjeruar se autoria mund ta ketë projektuar veten te personazhi i Nausikës, princesha që ndihmon Odisen pas mbytjes së anijes. Megjithatë, argumentet e Butler nuk u mbështetën gjerësisht nga komuniteti akademik dhe mbeten pjesë e debatit historik. Një vepër e krijuar nga shumë breza? Një tjetër teori e përhapur është se poemat homerike janë rezultati punës së shumë krijuesve dhe brezave të ndryshëm të rapsodëve, të cilët i kanë pasuruar rrëfimet gjatë shekujve. Sipas The Times, ndoshta identiteti i vërtetë i Homerit nuk do të zbulohet kurrë. Pikërisht kjo pasiguri vazhdon ta ushqejë magjinë e veprës, e cila mbetet një nga gurët themelor të letërsisë botërore dhe vazhdon të frymëzojë artistë bashkëkohor, si Christopher Nolan.